Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë mi. Në fillim doja t'ju bëj pak një humor, sepse edhe lajmet e kanë anën tjetër, përveç seriozitetit e kanë edhe humorin. Çfarë e shtiu që të jetë ish kryetarin e gjykatës kushtetuese Sali Murat në forumin e grave parlamentare në Abu Dhabi. Pra, ky është deputet i partisë turke. Në kuadër të Akit, nga jo që kam unë si informat, në ndërkohë kam pyetur se a nuk ka pasur ndonjë grua që të përfaqësoj Akin, dhe më ka thënë se është zgjedhje e parlamentit, dikush tjetër i bën këtë zgjedhje. A nuk është as antar i kësaj, por okay, sepse aty është profesoresha e respektuar Arta Bilali, dhe ka mundur më mirë të paraqet bllokun opozitar shqiptar. Okej. Apo njëri më tha nga deputetët e Akit, mbase mund të jetë edhe marrje më të mirë nga kryeministri, i duhet, ndoshta, si dihet, çdo gjë është e mundur, skopsko i sve można. E tash t'i kthehemi vlenit, sepse vërtet shqiptarët më në Maqedoni nuk ka kushtim rre. Askush, as opozita, as pozita. Sepse opozita nuk ka mundësi, ndërsa pozita është bërë potere shumë vërtet e potere, lidhur me antarët të ri të Komisionit kundër diskriminimit. Atje një antare, Gjihan Ahmed, dha dorëheqje. Kështu që bloku shqiptar në qeveri mbeti pa njeriun e saj në zgjedhje. Dhe mbetet që zgjedhen Linko Bezarovski dhe Natasha Hamdiu. Nuk e di çfarë nacionaliteti ka, por ky post u takonte shqiptarëve. E tash unë ndëshes mend. Është tamam për një kallëzim politik institucional. Pra, punë për avokatën e popullit ose Komisionin për mbrojtje dhe diskriminim, që është organ shtetëror i pavarur në Maqedoninë e Veriut që shqyrton ankesa për diskriminim etnik, politik, gjësor e tjerë, jep opinione dhe rekomandime zyrtare, mund të konstatojë diskriminim institucional. Por praktikisht nëse institucionet heshtin, Komisioni për mbrojtje dhe diskriminim është adresa formale për të hapur çështjen. Për shkeljet e parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të diskriminimit politik ndaj shqiptarëve. Për çfarë bëhet fjalë? Pra, vlen nga postet e veta filloi që të jap nacionaliteteve. Kandidati i tyre ishte nacionalitet turk, ndërsa VMRO-DPM-ne, njësoj si lesë dhe mëja dikur, u angolit. Postet e tyre që u takojnë brenda koalicionit i ruan për vete. 24 VMRO e pat parti politike në koalicion. Pra, në koalicion. Ndërto. Tash unë do të shes pak mend, ndërto ishin edhe partitë politike. Partia Demokratike e Sërbëve, Lëvizja për Unitet Kombëtar të Turqëve, Partia Demokratike e Romëve, Forca Demokratike të Romëve, Partia e Vllehëve. Dhe remen tash u jep postin e shqiptarëve u jep tyre. Dhe postet që duhet të jap nga koalicioni vet i mba për vete. Kjo është vërtet është diskriminuese. Pra, Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi është organ shtetëror i pavarur në Maqedoninë e Veriut. Shqyrton ankesa për diskriminim, qoftë etnik, politik, gjësor e tjerë, jep opinione dhe rekomandime zyrtare, mund të konstatojë diskriminim institucional, praktikisht nëse institucionet heshtin. Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi është adresa formale për të hapur çështjen. Për shkeljet e parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuatësi dhe diskriminim politik ndaj shqiptarëve. Ka bazë kushtetuese dhe ligjore. Ky kallëzim që po bëj unë sonte mbështet në këto dispozita. 1. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në nenin 8, paragrafi 1, alinea 1 dhe 11, thotë: barazia e qytetarëve dhe respektimi i marrëveshjeve ndërtike janë vlera themelore të rendit kushtetues. Neni 9. Qytetarët janë të barabartë para kushtetutës dhe ligjeve, ndaluar çdo formë diskriminimi, përfshirë diskriminim politik dhe etnik. Dhe neni 48 garanton të drejtat kolektive të pjesëtarëve të komunitetit dhe obligon shtetin për mbrojtjen e identitetit dhe pjesëmarrjen e tyre në jetën publike. Dhe amendamenti 6 dhe 8 nga marrëveshja e Ohrit parashikojnë përfaqësim të drejtë dhe adekuat të komuniteteve në organet e pushtetit shtetëror dhe publik. Pastaj, është ligji për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi. Neni 3 dhe 6 ndalon diskriminim të drejtëve dhe të tërthort mbi bazë etnike dhe politike. Neni 8 diskriminimi institucional përmban shkelje të rëndë dhe kërkon reagim të organeve kompetente. Si është gjendja faktike? VMRO-DPM, pra, pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, ka formuar qeveri përmes një koalicioni prej 24 partish që i pat në zgjedhje.
duke përfshi dhe partitë të komunitetet më të vogla etnike. Në procesin e ndarjes së posteve qeveritare dhe administrative, postet që proporcionalisht dhe praktikisht u takojnë shqiptarëve janë trajtuar si poste të nacionaliteteve. Këto poste janë dhënë partive partnere të VMRO-s, si ato turke, bosnjake e tjerë. Ndërkohë, postet kyçe ekzekutive janë mbajtur nga vetë VMRO-DPN. Pra, kur ka dele, uki, çfarë bën? Ngihet. Kjo krijon një pabarazi reale në përfaqësim, duke ulur peshën politike të shqiptare në nivelin e garantuar kushtetues. Pra, kemi shkelje konkrete juridike, me këtë praktikë është bërë shkelje parimit të përfaqësimit të drejtë dhe adukat. Shqiptarët, si komuniteti i dytë më i madh në shtet, trajtohen si komunitet minor, duke u futur artificialisht në kategorinë nacionalitete në kundërshtim me amandamentet e marrëveshjes së Ohrit. Diskriminim i tërthorit etnik dhe politik. Ndarja formalisht neutrale e posteve prodhon efekt real diskriminues ndaj shqiptarëve. Në 1.6 i ligjit për diskriminim, deformimi i vullnetit zgjedhor i parimit të barazisë. Shpërndarja selektive e posteve forcon pozitën e një subjekti politik dhe dobëson përfaqësimin e një komuniteti të tërë. Çfarë bëhet në këtë rast? VMRO tregon maqedonasëve, votuesve të tyre. Ja kush është baba. Nuk jam LSDM. Ase Maqedonia shkon drejt shkatrimit ekonomikisht është çështje tjetër. Përgjegjësia politike dhe institucionale e Vlenit. VMRO-DPN mban përgjegjësi të drejtpërdrejtë për dizajnim dhe zbatim të kësaj skeme, ndërsa koalicioni Vlen, nuk kam thënë edhe një shprehje popullore, kam jetuar në Prishtinë 20 vite dhe e mbaj me hajde pi shtëpie. Mban përgjegjësi politike për mosveprim dhe heshtje. Ai propozimi më herët që e përmendat asaj zonjës, që ishte komuniteti turk në radhët e Vlenit, është i Qokut, Bekim Qokut, duke mos ngritur çështjen në instancat kushtetuese dhe ligjore. Heshtja në këtë rast përbën pranim faktik të një shkelje kushtetuese. Çfarë kërkohet? Kërkohet nga institucionet kompetente konstatim formal i shkeljes së 8, 9, 48 dhe amendamenteve të marrëveshjes së Ohrit. Rishikimi i ndarjes së posteve qeveritare në përputhje me përfaqësim real etnik, veprimi i avokatit të popullit, i cili tashmë në fund u zgjodh, është Faton Selami, dhe Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi. Informimi i kuvendit për deformimin e përfaqësimit kushtetues. Dhe si përfundim, kjo çështje nuk është politike në kuptim partijak, por kushtetuese dhe sistemore. Çdo vazhdim i kësaj praktike e minon barazinë, marrëveshjen ndëretnike dhe rendin kushtetues të shtetit. Pra, edhe një herë po e përsëritem. VMRO-DPN finalizoi koalicionin me datë 29/03/2024 me 24 parti, me tyre dhe me Partinë Nacionalitetit si partnere përfshinte Partinë Demokratike të Serbëve në Maqedoni, Lëvizjen për Unitet Kombëtar të Turqëve, Partinë Demokratike të Romës dhe Forca Demokratike të Romës dhe Partinë e Vllehëve. Ndërsa edhe më keq, edhe LSDM-ja njëjtën lojë ka bërë. Por nuk duhet të haruar se nga 1992 deri tash njëjtën lojë e luan komplet blloku maqedonez. Të kanë një marrëveshje kur janë postet në pyetje. Do thënë, marrin koalicione nga nacionalitetet dhe pastaj kur vjen çështja e zgjedhjes si sekretari i gjykatës kushtetuese kështu me radhë, zgjedhin një nga përfaqësimi i nacionalitetit që flasin maqedonisht por janë të besimit musliman, e pastaj thonë ka takuar BDI-s. LSDM po finalizon koalicionet me datë 28/3/2024. Pra, dëgjoni. Partia për Lëvizjen e Turqëve, Partia e Unioni Demokratik të Vllehëve në Maqedoni, PN nga Tetova, Unioni Romëve në Maqedoni, Partia për Prosperitet Demokratik të Romëve, SDA e Bosnjakëve dhe Republika e Re. Dhe ne jemi ende të virgjër. Shqiptarët në Maqedoni vërtet nuk ka kushtim. Dhe kjo shëtitja e Sali Murat, vërtet BDI-ja duhet mendohet, nëse ka dërguar BDI-ja. Nëse është nga kuvendi atëherë ka tjera plane. Ta bani me shëndet Sali Murat si deputet të pavarur. Pra, një forumi grave parlamentare ndërsa Fronti Evropian dërgon një burr. Deputeti Sali Murat përfaqëson koalicion në forumin e ditë të grave. Kjo është çesharak. Mesazhi politik është i qartë. Barazia gjinore përdoret si retorik, jo si praktik. Gratë shërbejnë për kuota dhe slogane, por përfaqësimi real u merret. Koalicioni që flet për vlera evropiane bie në kontradikt elementare. Nëse ky është standard evropian i përfaqësimit, atëherë problemi nuk është forumi, problemi është koalicion. Pra, është vendim politik. Kjo nuk është gafë protokollare. BDI bjeri kokës sa s'është vonë, sepse do të gjej më keq se sa vlen. Okej, din vleni punët e veta. Mirë po, se vleni është jo dëshpërimi më i madh, por shtrathia më e madhe me këtë që është bërë me postat. Kjo nuk kthehet më sot që ndodhi. Nuk kthehet. Dhe më në fund erdhe edhe ministra e Punëve të Brendshme e Shqipërisë në Maqedoni,
të sheh se çfarë është puna me atë on stop shop. Interesant. Si në vllazët e Terbanovës janë marrë vesh makinë e veriut dhe Shqipëria që të jetë në funksion 24 orë në 7 ditë, por ende nuk ka asgjë. Dhe sipas muhabeteve do duhet të jetë vera ose pranvera, fundi pranverës, ajo që duhet të regjistrohen. Si kalime on stop. Pra, çdo gjë që ka të bëjë me shqiptarët zhagitet. Ndërsa fukarallëku ende nuk ka të ndalura kërkesat dhe debatet lidhur me EVN. EVN-ja vërtet është shtet në shtet. I ka këputur. Nga jo që u tha se dhe 4% qytetarët tonë në ka arritur edhe 70%, jo 4%. Fatura e njëjtë, argjimet e njëjta, elementet e njëjta shtëpiake dhe tash u ka ardhur. Pse nuk reagon qeveria e Republikës së Maqedonisë, është edhe vlen atij përveç. Dhe doli se nuk doli, se në Ohër ka 4.847 ndërtesa të paligjshme. Ka thënë ndi për revizion. Dhe të shkretët i turrishin atje Nafi Huseinit, vetëm shqiptar që ndërtonte diçka. S'ka të bëjë kjo me Trim Lumi. Trim Lumi është krejt diçka tjetër. Për atë dhe Trim Lumi tash është pronari i saj, është kryetari i komunës së Strugut. Po ashtu do të ndarim edhe te KSZ-ja. KSZ-ja njëjtën gjë. Opozita dhe përjashtimi i heshtër i shqiptarëve. Pse vlen si ndryshim nuk iniciojnë ndryshimin e këtij ligji? Debati i fundit të rrëzgjedhjes sekretarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ka nxjerrë në pa një problem të vjetër, por të pazgjedhur të sistemit politik në Maqedoninë e Veriut. Përjashtimin sistematik të shqiptarëve nga postet kyçe zgjedhore, pavarësisht formulimeve formalisht neutrale të ligjit. Ligji për KSZ parashikon qartë sekretari i Komisionit zgjidhet nga radhët e opozitës parlamentare. Në teori kjo dispozit sinon balans politike dhe kontroll ndaj pushtetit ekzekutiv. Në praktik, megjithatë ajo ka prodhuar një realitet krejt tjetër. Nga pavarësia e shtetit në 1991-92 deri më sot, asnjë shqiptar nuk ka qenë kryetari i KSZ-s. A mbani mend se sa ministri ka marruar? Gjithë ishin shqiptarë të drejtësisë përveç tash kur është VMRO-ja në pyetje. Gjithë ata ministra të drejtësisë me origjinë shqiptare në qeveri për 22 vite nga BD. Asnjë ndryshim, edhe krenar llogat që tash hiqet si i zgjuar. Nuk kërkoj ndryshimin e kësaj. Dhe tash 3 vite kalendrike e vlen, jo që nuk inicion ndryshimin e ligjit. Bile në zgjedhjet e fundit vlen është shkaktar që të mos krijohet opozita shqiptare të jetë forca e dytë në pushtet. E dini pse? Sepse Berishmos ti merrte një deputet në vendvotim në fshatin Lërç, Frontit Evropian. Dhe që koalicioni Fronti Evropian të mos merrte KSZ-n. Ishte kjo marrëveshje e Vlenit apo Besës me VMRO-n dhe LSDM-n. Bashkë ata të dyja të bëjnë. Kështu që në vend që të ishin një më tepër fronti, doli barabar. Do deli që të ekon opozitës më të madhe në Maqedoni, se edhe shqiptare, brenda Frontit Evropian, pra do kishin një deputet më tepër se LSDM. Kjo është strategji e përcjell nga komunizmi. Arsyeja nuk lidhet me mungesë kuadrësh profesionale apo me mos interesim, por me një fakt politik të pamohshëm. Opozita në kuptim real të pushtetit përcaktohet ekskluzivisht nga bloku maqedonez i partive. Kushdo qoftë, herë opozit ka qenë LSDM, herë VMRO dhe për ne. Ata e kanë pasur në dorë KSZ-n. Shqiptarët ditësor në çdo gjë. Unë këtu ju përshëndes, ishit me Mesut Shabanin, jeni në podcastin Mesut Shabani dhe bëni një subscribe.